Qeveria shqiptare pritet të çojë pagën minimale në 60.000 lekë në muaj deri në vitin 2028, si pjesë e strategjisë për rritjen graduale të ardhurave dhe përmirësimin e standardit të jetesës së punëtorëve me paga të ulta. Sipas Ministrisë së Financave, në projekt buxhetin 2026, kjo synon të vijojë trendin e filluar vitet e fundit, ku paga minimale është rritur ndjeshëm, nga 30.000 lekë në vitin 2022 në 40.000 lekë që nga marsi vitit 2023, dhe së shpejti pritet të arrijë në 50.000 lekë në vitin 2026, sipas parashikimeve të projekt buxhetit. Sipas burimeve pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, qeveria po shqyrton një skenar të ri afatmesëm që parashikon që në vitin 2027 të mos ketë rritje të pagës minimale për të aplikuar rritjen tjetër në janar 2028, me 10.000 lekë më shumë se niveli i 2026. Rritja e pagës minimale është bërë një nga çështjet më të diskutuara në politikën ekonomike, pasi ndikon drejt për drejt në kostot e punës, kontributet shoqërore dhe rrit presionin mbi inflacionin. Përfaqësues të bizneseve shprehin shqetësime se rritjet e shpejta mund të rëndojnë sektorët me intensitet të lartë pune, si fasoneria dhe shërbimet, ku në themel të biznesit është krahu i lirë i punës. Nëse ky plan zbatohet, paga minimale do të ketë shënuar një rritje prej 50% brenda 6 viteve, nga 40.000 lekë në 2023 në 60.000 lekë në 2028. Kjo do të afronte Shqipërinë më shumë me mesataren e vendeve të rajonit, ku në disa shtete, si Malizi dhe Serbia, paga minimale është tashmë mbi ekuivalentin e 55 deri në 60.000 lekëve në muaj. Vendimi për rritje në 60.000 lekë pritet të konkretizohet në kuadër të paketës fiskale të viteve 2027-2028, pas konsultimeve me grupet e interesit dhe analizës së ndikimit në tregun e punës.